Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për procesin zgjedhor të 11 majit. Shqipëria vendos për zgjedhur parlamentin dhe qeverinë e re. Atë që do ndodh, çfarë do prodhojnë këto zgjedhje, do t'i analizojmë me analistin Blendi Kajsiu. Zoti Kajsiu, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje. Faleminderit shumë. A ka frym ju si e keni parë gjithë të fushatë, pra mund të ketë masivitet në këto zgjedhje dhe a mundet që të kemi një çfarë do korr opozita në fakt, çka kanë bjerë këto 4 vite, këtë muaj edhe çfarë do korr nesër me daljen e rezultateve. Prisin e risi? Jo, risi nuk pres, sepse këto janë ndoshta zgjedhjet më të parashikueshme në 3 dekadat e demokracisë tonë që nga rënia e komunizmit, në kuptimin që të gjitha sondazhet janë në unison dhe ajo çka kemi parë na tregon se këtu do kemi një mandat tjetër të Partisë Socialiste, sepse nga një anë opozita natyrisht nuk ofron alternativë, ajo është thjesht reduktuar tek hallet e familjes Berisha në këtë moment, siç e tregon edhe gjithë sforco me Lasivitën, me Washingtonin, me lobimin, pra janë gjithë sforco jo elektorale, nuk janë sforco që i shton. Pra Lasivita nuk i shton vota opozitës, sepse ai nuk e njeh fare politikën shqiptare, të kuptojmë, janë individ që s'ja kanë idenë as se çfarë është PD-ja, ç'është PS-ja, kush janë problemet e Shqipërisë. Por është një sforco, domethënë, për të hequr non gratën jo thjesht të zotit Berisha, por të familjes Berisha, sepse non grata atyre është aplikuar familjarisht. Në këtë aspekt opozita nuk do të fitojë zgjedhjet sepse ajo nuk po kërkon të fitojë zgjedhjet, nuk është ai qëllimi. Ndërkohë, Partia Socialiste ka një makineri elektorale të frikshme në këtë moment, sepse kontrollon të gjithë administratën publike, buxhetet dhe i gjithë krimi organizuar, të gjithë bota e mbidheshme dhe nëndheshme e biznesit dhe e krimit është ngjizur tashmë me Partinë Socialiste, pjesërisht sepse ajo ka një model zhvillimi të tipit Dubai, që është shumë atraktiv për pastrimin e parave, për investimin në real estate, pra në pasuri të palujshme. Dhe shpesh në zgjedhje edhe përdor këtë makineri, që është e mbilleshme dhe nëndheshme. Dhe duke parë parasysh që edhe populariteti i liderit të Partisë Socialiste është shumë më lart se populariteti i liderëve të opozitës, nuk ka ndonjë surprizë se kush do fitojë, do jetë Partia Socialiste. Po, mendoni që Rama ka një frikë nga, ndoshta mund ta themi këtë shumicën që mund të jetë e hershtur kur bën thirrje që nëse nuk votoni 5-ën mos dilni fare të votoni, pra e ka këtë frikë? Jo, domethënë Rama po luan më shumë për maksimizimin e fitores, jo thjesht për fitoren. Pra rreziku më i madh i Ramës është që mos marrë 70 vendet në parlament, apo jo. Por nuk diskutohet që do jetë forcë e parë. Dhe në momentin që ai është forcë e parë, natyrisht që ai do ta formsojë qeverinë. Pra edhe në rastin më katastrofal që nuk merr 70, po merr nuk e di 68 apo 66, që do ishte goditje e madhe për PS-n. Përsëri qeveria me PS-n do bëhet sepse nuk ka asnjë forcë tjetër që të jetë motori i formimit një qeverisje. Në këtë aspekt probabiliteti është shumë i vogël. Kur ai thotë mos dilni të votoni, Ramës nuk e intereson pjesëmarrja masive. Prandaj thotë, o më votoni mua, mos dilni të votoni. Pra do të pa vetëm pjesa e dytë. Është thirrje për mos dalë për të votuar. Kush nuk del për të votuar? Të pakënaqur. Ata që janë të pakënaqur me qeverisjen nuk dalin. Ata që janë të kënaqur me qeverisjen dalin. Pra thirrja e tij është për të pakënaqurit, sepse të pakënaqur do votojnë kundër atij. Prandaj ai fton ata që mos dilnin. Dhe gjithë strategjia e Ramës është për ta demotivuar pjesëmarrjen, jo për ta shtuar pjesëmarrjen. Po të shikojmë, fushata e tij është fokusuar në 2 elemente. Njëra është Bashkimi Evropian, që është një premtim pothuajse bosh, sepse është jashtë mandat. Një shefi i negociatave, zoti Zef Mazi, u shpreh sot që është një iluzion. Po këtë e din edhe Rama, këtë e din dhe edhe shqiptarët, po ajo thjesht ideja që ne jemi evropian dhe këta tjerët janë shpellar, kaq që është aty narrativa. Po pjesa tjetër është fokusi te Bufi dhe Këneta. Fokusi te Bufi dhe Këneta, fokusi tek debati PS-PD është fokus demotivues për shqiptarët. Pra është një fushatë elektorale
që si them ka demotivimin, jo motivimin e elektoratit, sepse pjesëmarrja e ulët e favorizon Partinë Socialiste, sepse elektorati i saj është më i disiplinuar dhe elektorati i saj është më klientelist, në kuptimin që varet drejt për drejt nga pushteti. Kështu që interesi i tyre për dalë të votuar është më i madh sepse ka të bëjë me vendin e punës, ka të bëjë me kontratat, fitimet etj. Ndërkohë që opozita fiton vetëm nëse arrin të mobilizojë elektoratin gri. Pra ai elektorat që quhet elektorati i opinionit, jo thjesht i interesit, që voton për opinion, jo thjesht për interesin direkt. Ky është elektorati i rrezikshëm për zotin Rama, se ky elektorat që nuk është i lidhur me interesa të ngushta me Partinë Socialiste, ky që quhet elektorati i gri, i prish punën atit. Kështu që atij le verdis mos pjesëmarrja, jo pjesëmarrja në zgjedhje. I rrezikshëm për këto 12 vite nuk e di sa përqind mund të kenë mbetur i këtij elektorati në Shqipëri. Është vështirë ta masësh, por ky është një elektorat që lëviz, pra mund votoj herë djathtas, mund votoj herë majtas. Dhe herë nuk del të votoj, por mendoj që ky është elektorati që bën atë ndryshimin. Partitë e reja nuk besoni që do të jeni vendimtare me atë që kuptova nga analiza juaj më lart. Jo, nuk do janë vendimtare, por do janë aktorë. Unë mendoj që për herë të parë do kemi një pluralitet më të madh në skenën politike. Ajo që po ndodh është fragmentizimi i opozitës në mënyrë esenciale dhe për herë të parë ana pozitive është që ka zgjedhje, pra nuk mund të thosh që nuk ka zgjedhje, në kuptimin që nëse i pakënaqur me PS-n dhe me PD-n, siç është një pjesë e mirë, por mos thon shumica e elektoratit, ka alternativa djathtas, ka alternativa të tipit neoliberal, siç është Agron Shej, ka alternativa të tipit më konservator, siç është Dashej apo lëvizja udhëhequr nga Ankeleda Libeaj. Ka alternativa majtas, që janë reale, sepse në të majt nuk kemi, e vetmja e majt që sot është lëvizja bashkë e Arlind Qorit, në kuptimin që është e vetmja forcë që realisht ofron një model ndryshe dhe bën një kritik të modelit qeverisjes, jo thjesht individit, siç është kritika aty që reduktohet tek personi, jo tek politikat. Por është ende herët për këto partitë e reja, por mendoj që ato do fitojnë deputet, do jenë prezent në parlament. Nuk mendoj ende që janë rrezik apo përbën një rrezik për pushtetin e Partisë Socialiste. Zoti Kajsiu, po çfarë ndodh nesër me Partinë Demokratike, me zotin Berisha? Do futet në një tjetër cikël krizash, një tërheqje, një rikandidim, mund të kemi një rikthim nëse mund ta themi të grupit Bardhi, pra ringjizet sërish, Kamra do të jenë sërish edhe në mandatin e 4, jo nga Selia e Partisë Socialiste që është harruar edhe nga mediat, por sërish të Selia Blu, sipas kësaj analize. Ajo që do ndodhi me zotin Berisha pas zgjedhjeve dhe me PD-n është e njëjta që ka ndodhur para zgjedhjeve. Pra është një film i parë, në kuptimin që zoti Berisha e ka bërë të qartë që partia është e tij tashmë. Dhe nuk ka rëndësi nëse humb. Pra nëse humb zgjedhjet që sipas gjithë gjasave do t'i humbasi, ai do të deklarojë që zgjedhjet u vodhën dhe për pasojë ai nuk ka humbur. Dhe askush brenda PD-s nuk mund t'i kundërvihet, sepse nëse do thosh zoti Berisha jo zgjedhjet nuk u vodhën, por humbën, atëherë ti del tradhtari i zotit Rama. Dhe tradhtarët aty ai gjen kollaj, formson kollaj. Kështu që aty do vazhdoj zoti Berisha ose një tjetër version i Lul Bashës, por nuk besoj që do ketë më Lul Bashra, ose do kalojnë duart e familjes, nëse nuk e di nëse është vajza, djali, a dhëndri, sa është tani një biznes familjar. Kështu që aty asgjë nuk do ndryshoj. Këto ide e grupit, aty s'ka grup Bardhi. Bardhi nuk ekziston si grup, as si frymë. Ndërkohë nga krahu tjetër e Partisë Socialiste, edhe nëse janë këto problemet e brendshme, do i izoloj pushtetin. Po, patjetër, gjithë do ngjisur nga pushteti dhe ke parasysh që zoti Rama ka eliminuar pothuajse çdo konkurrencë brenda PS-s. Edhe ata që janë në qeveri, ministra, deputet, të gjithë pra janë me profil mjaft ulët, me besnikëri mjaft lartë, dhe ai themi vetmi lider në atë parti, gjithë pjesa tjetër është në një nuk ka konkurrencë të brendshme. Por me kalimin e kohës, nëse pushteti i trashet shumë i Partisë Socialiste, mund fillojnë aty brenda fragmentizime dhe çarje, siç e ka ndodhur çdo hegemoni.
Zoti Kajsiu, e lexova analizën tuaj të fundit, por a mendoni që Shtetet e Bashkuara, administrata e re, në fundit, me gjithë këto pritshmëri, i detyrohet një shpjegim për non gratën zotit Berisha? Ja, nuk besoj. Këto janë, nuk e di, pralla që krijojmë ne në Shqipëri që i detyrohet. Ata kanë proceset e tyre, është politika e tyre e brendshme, dhe ata nuk kanë asnjë detyrim të japin sqarime një shteti tjetër për problemet e politikës brendshme, sepse çdo sqarim që do japin ata do interpretohen në 10 mënyra të ndryshme. Ky iluzioni që po dha sqarimi do sqarohet gjëja, problemi non gratës së Berishës nuk sqarohet sepse s'ka interes të sqarohet. Gjëja shumë e qartë. Por Berisha ka interes ta mbajë gjallë debatin, jo po është Sorosi, jo po është dhe Rama ka interes ta mbajë debatin, se për sa ku bëjmë debatin e non gratës, nuk flasim për modelin e zhvillimit që po përqendron gjithë kapitalin në paktuar, që po i rrit çmimet, që po rrit koston e jetesës. Vazhdojmë mirë me këto budalliqet që merremi 30 vjet, antikorrupsioni, zhvillimi, dhe nuk flasim për modelin e zhvillimit, kush po përfiton nga zhvillimi dhe si duhet të ishte një zhvillim gjithëpërfshirës. Dhe merremi me non gratën, kupton? Pra mos mendoni ju që po doli një deklaratë e Trumpit që thotë që zoti Berisha e ke parasysh është non grata, do vazhdojë non grata, zoti Berisha do të thotë po u gabova, më fal. Kjo ishte evidenca që na duhej. Çfarëdo që thotë departamenti, ai do ta interpretojë, do thotë ja Trumpi është antishqiptar, do thotë Trumpi është me Serbinë, ne jemi kundër Trumpit tani, më kupton? Sepse me Trumpin është Edi Rama, kush është Edi Rama është i korruptuar, kush është Trumpi është i korruptuar. Ne jemi anti-Trump, ne jemi sovranist, a më kupton? Ai pra siç u bë me Trumpin mund prishet me Trumpin, siç është bërë me Metën, ai tha Metës kriminal, pastaj tha Meta është burr i mirë. Nesër mund t'i thotë prapë, më kupton? Pra ky iluzioni që po erdhi një sqarim nga Departamenti i Shtetit do mbaroj debatin në Shqipëri, është një iluzion që supozon që këtu debati bëhet për të arritur tek e vërteta. Debati këtu nuk bëhet fare për të vërtetën, s'ka lidhje me të vërtetën. Debati këtu bëhet për interesin e secilës palë. Ju thoni që pushteti vendoset në Tiranë, jo në Washington, referuar dhe lobimit. Por a mund vinë një forcë politike në qeverinë Shqipëri pa mbështetjen e amerikanëve? Po patjetër. Patjetër. Ose varet se si e nuk kupton mbështetjen. Pra kur PD-ja erdhi në 2005, nuk është se kishte mbështetjen amerikanëve. Thjesht amerikanët ishin neutral. Ideja që amerikanët mbështesin njërin palë apo tjetër janë prallat që prodhohen në Tiranë. Amerika shumë e madhe për të rrjeshtuar me PD-n me PS. Domethënë, ky është problemi i provincializmit i kulturës sonë që është tërësisht parrokiale. Ne mendojmë që aty te Trumpi ai po mendon ç'a thot Bardhi, Gazbardhi, ç'a po thot, a më kupton? Amerika është neutrale. Vetëm kur ti e detyron, rrjeshtohet kundër ti. Është neutrale pse? Sepse nuk ka interes, nuk është në radarin e Amerikës Shqipëria. Sidomos në këto momente që flasim që është në luftë me Kinën, ka problemin e Ukrainës që nuk po zgjidh dot. Në 2005 kur PD-ja erdhi, PD-ja nuk kishte një mbështetje të qartë për amerikanë. Amerikanët ishin neutral, kishin atë fushatën antikorrupsion dhe kaq. Më kupton? Dhe PD-ja erdhi pa mbështetjen e amerikanëve. Shpresa më e madhe e zotit Berisha që ka deklaruar që ka vendosur të një komunikim jo vetëm me Dashin, por edhe me Shtëpinë e Bardhë për atë që po ndodh me procesin zgjedhor, duke pretenduar që do të kërkoj shpalljen e grupeve në Durrës e qytetet e tjera si terroriste që mund ndikojnë në procesin e votimit. Unë dua t'i pyes pas zgjedhjeve, deri ku mund shkojë një deklaratë nga Dashi apo Shtëpia e Bardhë? Mund kemi për procesin zgjedhor me referuar gjithmonë lobimit që është bërë, se besoj nuk e di, nuk mund spekuloj. Domethënë se ajo varet se si do jenë zgjedhjet. Deklaratat e Departamentit të Shtetit janë të rëndësishme, por do të shkojmë në kontekstin e duhur, jashtë përdorimit politik. Në 1996 Departamenti i Shtetit deklaroi që pati vjedhje, por nuk ra Berisha për Departamentin e Shtetit, ra për krizës piramidave në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, nuk e hodhi. Pra, në 96 ndoli Departamenti i Shtetit komplet kundër Berishës dhe nuk e hodhi dot. Do të kemi parasysh që Departamenti i Shtetit dhe SBA nuk arritën ta heqin Berishën si lider të opozitës, edhe kur ishin pikën e vet më dobët. Sot Berisha prapë është kryetari i PD-s. Është qesharaket mendosh që nëse SBA nuk ishin tafta ose s'kishin interes për të hequr Berishën, do jenë tafta për të hequr Ramën si kryeministër nesër, mbasi ka fituar zgjedhjet. Pra këto janë pralla që bëhen
që i përdorin të dy palët. Do me thënë, Rama e përdor për të thënë që si mund votoni Berishën se është kundër Amerikës, dhe Berisha thotë do ta hedhim Ramën me Amerikën, edhe nëse unë hedh vetë, tani me Trumpin do ta rrëzojmë. Dhe janë pralla tani që shumica aty i din, po që përsëriten sepse dikush do të vazhdoj deputet, dikush do vazhdoj ministër në krahun tjetër, edhe përsëriten këto pralla. Zoti Kajsiu, dhe diçka të fundit kam, duke qenë se po vendoset për 4 vitet e ardhshme, ju ku e shikoni Shqipërinë e 2030-s? Nëse vazhdojmë në shtegun ku jemi, unë Shqipërinë e 2030-s e shikoj shumë pranë Dubajit. Pra një mini Dubai i Ballkanit. Që do të thotë, jo vetëm rritja kullave, pra kulla do i kemi nga Tirana dhe Durrësi, do shkojnë drejt Pogradecit, nuk e di nëse keni parë projektin që do Pogradec me kullat e mëdha. Dhe ky modeli kullës është problematik, sepse është pastrimi i paras, përqendrimi i paras, do vinë shumë të huaj, do vinë shumë shërbime financiare, po të keni parasysh Dubai është një vend shumë i pasur, në kuptimin e qarkullimit të paras, po për një elitë shumë të vogël. Është rreth 10-15%. Shumica të rrumuse janë punëtorë nga Azia e juglindore, nga Pakistani, nga India, që vinë punojnë aty dhe shfrytëzojnë. Dhe Shqipëria po shkon drejt një modeli Dubai që është parajs edhe për gangsterët, sepse aty pastrojnë parat. Po të shikosh edhe lajmet, nga Dubai japin urdhrat për të larë hesapet në Shqipëri, në Dubai kapen, e adhurojnë Dubai gangsterët. Dhe Partia Socialiste edhe në estetik ka marrë këto format e gangsterit, që nga kryeministri, që nga mbrimjekra, që nga tutat, që nga, po të shikosh mënyrën të flasin, pasaj në mënyrë private flasin me llafe të pista, si flasin të forta, të ke parasysh me sharje nga ropë të kujtju. Dhe modeli që po shkojmë është drejt Dubai, pra ne do jemi një Dubai i Ballkanit. Do kemi kulla, do kemi turizëm goxha të fuqishëm, por kjo do jetë për një pakicë gjithnjë më të madhe. Do shkojë metri nga 5.000, 6.000, 9.000 lexova që kishte shku. Do shkojë edhe 10.000 euro. Çfarë do të thotë kjo? Qyteti si Tirana, si Durrësi, si Pogradeci do jenë gjithnjë më të pabanueshëm dhe më të huaj për qytetarët. Sepse për qytetarin e thjeshtë dhe për qytetarin e mesëm, që shumica dërmuese, to që janë të pakapshme, këto hapësira janë të pakapshme, pra nuk futesh dot as te Marina Durrësit, nuk futesh dot as te parku, pra sa ajo që ishte Lulishte do bëhet kull. Ajo që ishte Lulishte në Pogradec do bëhet kull. S'do garojnë dot atë tunelin e Llogaras. Po. Me tunelin e Llogaras. Pra, do kemi një zhvillim, siç kemi, po do kemi një zhvillim që gjithnjë më tepër përjashton shumicën dhe pasuron një pakicë. Dhe ky është problemi. Dhe ky duhet ishte debati që do të kishim këtë fushat fatkeqësisht që nuk e kemi bërë. Zoti Kajsiu, faleminderit shumë për bisedën. Kënaqësi.